Vitet e fundit, Shqipëria e ka rritur ndjeshëm turizmin duke arritur të krijojë emrin e saj në hartën turistike europiane dhe botërore. Sipas të dhënave të UN Tourism, Shqipëria është një nga vendet më të ngarkuara me turistë në botë. Destinacionet turistike më të ngarkuara në botë nuk janë gjithmonë ato me numrin më të lartë të vizitorëve në total, por ato që kanë më shumë turistë në raport me numrin e banorëve. Në vendet më të vogla si Shqipëria dhe disa shtete të tjera të Ballkanit, bërritje vjetore të turistëve mund të tejkalojnë disa herë popullsinë vendase. Sipas të dhënave, Shqipëria regjistron gati 5 turistë për çdo banor, duke u renditur në vendin e 6 mes vendeve të marra në shqyrtim. Kjo e vendos përpara destinacioneve të njohura turistike si Maldivet, Bahamas, Seychelles dhe Barbadosi, të cilat njihen për fluksin e lartë të vizitorëve fal popularitetit dhe bukurive të tyre natyrore. Nga ana tjetër, Shqipëria lë pas edhe vende të rajonit si Kroacia dhe Malizi. Ndërkohë Andorra rezulton të jetë destinacioni më i ngarkuar me turistë në botë. Pavarësisht se nuk ka aeroport, ajo është ndërruar në një destinacion të rëndësishëm turistik. Turizmi përbën rreth 4/5 të ekonomisë së saj, ndërsa vendi regjistron rreth 51 turist për çdo banor. Monaco renditet i dyti, ndërsa Malta e treta me 6.3 turist për banor, duke u pozicionuar pak përpara Islandës, e cila regjistron 5.6 turist për banor. Në rajonin e Karaibeve, Bahamas kryeson me 4.7 turist për banor, e ndjekur nga Antigua dhe Barbuda me 3.5, ndërsa Barbadosi regjistron 2.5 turist për banor. Në Oqeanin Indian, Maldivet dhe Seychelles presin përkatësisht 3.2 dhe 2.8 turist për banor. Renditja nuk kufizohet vetëm te mikroshtetet dhe vendet ishullore. Portugalia, Austria dhe Kroacia kanë secila popullsi me miliona banor, por gjithsesi presin më shumë turistë ndërkombëtar se sa banor çdo vit. Portugalia mirëpret 2.7 turist për banor, Austria 2.9, ndërsa Kroacia 4 turist për banor. Edhe Greqia bën pjesë në listën e vendeve me fluks të lartë turistik, duke regjistruar 2.67 turist për çdo banor. Në fund të renditjes së vendeve të përfshira në këtë analizë, ndodhet Singapori me rreth 2 turist për banor.